Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek dyshja, tek çifti që në fakt po na tërheqin vëmendjen me dashurinë e tyre, po na tërheqin vëmendjen me pozitivitetin e tyre dhe po na tërheqin vëmendjen me energji. Selina dhe Gimbo janë në qendër të vëmendjes nga Media Rose, të gjithë shkruajnë për to, të gjithë komentojnë për to, por edhe të gjithë më pyesin: Tiron, çfarë po ndodh me këtë çift? Si është marrëdhënia e tyre? Bazuar në intervistën e fundit që Selina ka dhënë, por bazuar dhe në marrëdhënien që unë jam interesuar ka marrë informacion deri më tani, Selina dhe Gimbo konsiderojnë një marrëdhënie shumë të bukur bashkë dhe konsiderojnë një marrëdhënie fantastike bashkë. Çifti ka vendosur që të bashkëjeton, do me thënë para se të bëjnë atë dasmën e madhe të shumë përfolur, para se të bëjmë këto celebrimet, çifti ka vendosur që të bashkëjetojnë bashkë në Tiranë. Do me thënë, Gimbo më së shumti ndan kohën në Tiranë dhe është sa më pranë Selinë. Mendoj që përzgjedhja për të qenë pranë me njëri tjetrin është një përzgjedhje e duhur. Tirana është një tjetër mundësi, sidomos për artin të cilin e ushtron Gimbo. Mediat më të fuqishme, superfuqia e artit shqiptar, mendoj që përzgjedhja e të jetuarit në Tiranë është përzgjedhja më ideale dhe përzgjedhja më fantastike që ka bërë Gimbo. Selina dhe Gimbo kanë një marrëdhënie shumë korekte, dashuria e tyre nuk është si dashuria e këtyre çifteve të tanishme që jemi mësuar t'i shohim pak më ndryshe, do me thënë kanë një dashuri shumë modeste, ka një dashuri tamam si një çift dhe po e jetojnë marrëdhënien e tyre, po e shijojnë marrëdhënien e tyre, do me thënë kënaqen në atë gjën e bukur që kanë ndërtuar dhe kanë krijuar një raport shumë korrekt. A do të kemi diçka më të madhe, a do të kemi më diçka përtej kësaj gjëje? Unë mendoj se aty ku ka dashuri dhe aty ku ka vërtet një lidhje, një romancë të vërtet, me patjetër që rrugtimi i dashurisë, marrëdhënia e dashurisë, sjellën edhe gjëra të bukura, sjellën surpriza të bukura deri edhe në martesë. Dhe me patjetër që pres një lëvizje pak më të veçantë, një lëvizje pak më të bukur, dhe pres që Selina dhe Gimbo në këtë rast, do me thënë, të na surprizojnë me atë dashurinë e bukur të tyre dhe me emocionin që ato po na japin. Atë kemi një dasëm me patjetër që po në vazhdim.